Vllaznia do të luajë të dielën në një transfer të vështirë siç është ajo e Durrësit. Në Niko Dovana do të mat forcat me Teutën, takim që nis prej orës 16:30. Përballje e vlefshme për javën e 22 të Superligës dhe në prag të kësaj sfide në konferencën për shtyp foli Vjorencin Sinani. Drejtori shkodranëve thekson se një ndeshje e vështirë i pret, por ekipi është i vendosur për të marrë rezultat pozitiv. Një ndeshje mjaft e vështirë me një ekip të fortë dhe e dina që kena një përballje të ashpër që duhet me shku si gjithmonë që kena shku me 3 pikë, qoftë mbrëm, qoftë jashtë kena luajtur gjithmonë për 3 pikë dhe besoj që edhe në Durrës do të shkojmë për fitore. Durrësin e vlerësoj maksimalisht për çdo gjë që ka për ekipin mjaft mirë, por e shkojmë për 3 pikë. Viti 2026 ka nisë mirë, uroj dhe besoj që ta marrim këtë ritëm. Megjithatë është herët për me folë për objektivat mallor që janë në maj dhe ne do t'i marrim neshe mas neshe, unë besoj dhe uroj shumë që t'arrijmë 3 pikshin, por rruga është e gjatë dhe në fund normalisht. Dëmtimet kanë qenë shqetësimi kryesor tek vllaznia ku ende në rikuperim është Dros. Megjithatë Sinani është i kënaqur me gjithçka ka dhënë skuadra, si në seancat stërvitore ashtu edhe në përballje të drejtë për drejta. Ekipi gradualisht jam i bindën që po i kthehet aty në fillim lojëve të bukura të sezonit. Por i vetëm një problem që kena pas gjatë këtij sezon, mendoj që është dëmtimet e 5-6 vetëve që kanë zgjatur një farë periudhë dhe të mund të lush me 5-6 vetë mangut nuk është e kollajt për asnjë ekip, por ata gradualisht janë kthy dhe javën tjetër 2-3 probleme të vogla që kena me dëmtim uroj që të kthehen edhe ata dhe ekipi të jetë i plot. Besoj shumë që jena në rrugë marr, po të shohim javë mas jave. Durrësi ka pas dëmtimin më të vështirë dhe më të gjatë, do thosha, por javën tjetër jam besim plot që të kthehet të bashkohet me skuadrën. Pozitiv është kthimi në Shkodër i Kevin Dodaj, por tek vllaznia premtoi një surprizë në minutat e fundit. Dodaj e ka forcu organika ka në fort tham drejtën dhe Dodaj është gjithmonë një armë plus më shumë, pasi është djali i shtëpisë dhe njohim me detaje, besoj shumë që do ta ndihmojnë deri në fund. Jam besim plot që organika e vllaznisë është e plot me përballu këto 4-5 muaj që kanë me deri në fund sezonit. Mund të ketë një surprizë minuta fundit, por besoj që kjo është ekipi që do të përballojnë. Kuqe Bluti kanë kapacitetet dhe do të luftojnë në 2 fronte, për kupë dhe kampionat, shton Sinani. Është shpreha që është shumë më vështirë me marrë se sa me arrit. Na dina që kena luftë fort përpara, javë mas javet. Nuk besoj se ne kanë asnjë gjë, pasi vllaznia ka kontingjentin e duhur që me luftu për 2 trofet, qoftë për kampionatin, qoftë për kupën. Kena shumë besim te djemt, kanë bë mjaft mirë deri tani dhe uroj dhe besoj që do të bëjnë mjaft mirë deri në fund. Vllaznia ka kontingjent të mirë për me përballu të 2 kompeticionet.